Apeli i posaçëm i ka prishur vendimin e dhënë nga GJKK për ish-drejtuesin e prokurisë së Vlorës Aurel Zarka, i cili ishte dënuar në 20 maj me 4 vite burg të reduktuara në 2 vite e 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Vendimi i apelit i dhënë nga gjyqtarja Saida Dollani, Dimitër Lara dhe Miliana Muça konkludoi se cilësimi ligjor i bërë në shkallën e parë ishte i pasakt, duke vlerësuar se veprimet e Zarkës duhet të hetohen në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Në vendimin e zbardhur thuhet se të 5 episodet që i atribuohen Zarkës përfshin pjesëmarrje në 3 ose më shumë persona, të cilët kanë vepruar me marrëveshje paraprake dhe me ndarje rolesh. Trupi gjykues argumenton se bashkëpunimi nuk mund të trajtohet si rrethana rënduese, por si një formë bashkëpunimi parashikuar, si e veçantë në nenin 28 të Kodit Penal, duke shtuar se veprimet e personave të përfshirë janë të planifikuara dhe të koordinuara, jo të rastësishme. Apeli kritikoi jo vetëm vendimin e GJKK-s, por edhe fazat paraprake të procesit, duke theksuar se prokurori dhe gjyqtari i seancës paraprake kanë bërë vlerësime të gabuara ligjore. Me administrimin e vendimit të apelit, GJKK duhet të nisë nga e para rishikimin e procedurës dhe të përcaktojë nëse ngarkesat penale ndaj Zarkës ka nevojë të rimodelohen. Nëse GJKK i jep të drejtë apelit, dosja do t'i kthehet 2 prokurorëve të SPAK-ut, Altin Dumanit dhe Klodian Brahos, të cilët pritet të hetojnë Zarkën në akuzën e grupit të strukturuar kriminal, një kualifikim që mund të rëndojë ndjeshëm pozitat e tij penale.